Vuk Hamović, edhe Damir Fazlić. Veç pak. Kjo është atëherë. Edhe sot monore ju mja gjujt dikuj nga Vuk Hamović. Kjo është licencë. Festu pavarësinë me rrymen që e kena ble prej Vuk Hamovićit dhe unë ja dëshmoj kur dëni këta. PDK-ja është aja që duhet kërkoj falje, pasi që i ka përzon kompanitë gjigante evropiane dhe globale për rastin e Kosovës C. Me thonë projektin e Aleancës. Fakt është aja është e pranueshme domethënë. Ne kemi sjellë investitor, ne kemi sjellë investitor që kanë pasur financim të bankës botore, nuk e keni pranuar. Ka zhyt në kolaps energjetik bashkë me LDK. Bashkë keni konë atëherë në koalicion. Kam një problem. Bashkë kur e keni dështu 1000 megawatt plus 1000. Bashkë i ki pas zëtu me 4 miliard euro investime. 4 miliard euro investime i ki pas edhe keni dështu atë projekt edhe sot kam një problem. Edhe dikush ka shit të rrymë që atëherë në Kosovë. Pjesën më të madhe të rrymës dikush e ka shit. Vuk Hamović edhe Damir Fazlić. Veç pak. Kjo është atëherë. Edhe sot monore ju mja gjujt dikuj nga Vuk Hamović. Kjo është licencë që zura regulatorit. Në tretën edhe jeni përkujdes 2008-ën. Këtu është dëshmia vërtetë. Ta boj me ren, koha e avnis. Lëvizja vetëndosje ka pru Vuk Hamović. Jo, se ka pru lëvizja vetëndosje, jo prej 2003-ës së kon knej. E ka pru LDK-ja. Ne kem qenë pjesë e blokut energjetik të Serbisë dhe shumë kontrata që janë bërë, sidomos 2003-2000 se ka vetë kërkush Kosovën, sepse ata e kanë kontrollu sistemin. Ne jemi pavarësu në procesi i dialogut, në cilin një pjesë edhe unë e ku më dheq nga marrëveshja e dialogut dhe ka qenë çështja interkoneksionit me Shqipërinë që qeveria Haradina e ka shty, plus i kemi dy aspekte. Mas pari ne kemi bërë certifikimin ndërkombëtar të kostit në çatë periudhë kohore dhe njëkohësisht e kemi bërë finalizimin e marrëveshjes me Shqipërinë me pas treg përbashkët. Pas 2018-2019 Kosova ka fitu pavarësinë energjetike dhe çka është interesante, këtu po kthejmë në ato çka tha Janina. Në vend që kur e kemi fitu pavarësinë energjetike, ne me përcaktu se me kënd bëjmë tregti, që atëherë kemi përfunduar në duart të Vuk Hamovićit. Vuk Hamović se ka pru asnjë megawatt prej 2021-s deri sot. Direkt jo. Kjo punë është sikur më nis prej Austrisë me Kosovë, pavarësitë e para. Pavarësitë e para. A di kena bler rrymë. Kena ble rrymë prej Vuk Hamovićit, e kena festu pavarësinë me rrymën që e kena ble prej Vuk Hamovićit dhe unë ja dëshmoj kur dëni këta, me fakte. Me fakte. A dikush në konë pushtet në atë ku? PDK-ja edhe LDK-ja. Edhe ju e kësori di kanë që e pas ka pru Vuk Hamovićin tu. E kemi poqë me komunikimet të WhatsAppit dhe jona mi hoj lekër kënë ergysit Shqipnis për me ble rrymë dhe mos me nalë rrymën për shembull ditën e diell.